Sa e turpshme kjo gjykate zezë, që drejtësinë e shet me urdhërat e Serbisë, me peshoret e ndyta kërkon të denoj lirin, e mbiu që ken hedh balt e turp. Në Hag po denohen çlirimtarët, ata që u ngritën kur bota heshti, ata që dolen përballë tankut me gjoks, ata që mbrojtën pragun, nderin dhe jetën. Po gjykohen ata që su përkulen, jo kriminele që dozhen fshatra, jo ata që mbollen varre masive, por bijtë e kësaj toke që zgjodhen lirin mbi robrin. Do të na bajnë faltor në tokën tonë, agresor në shtëpinë tonë, kriminal pse nuk ushtrim për dhe, kur na vrisnin fëmit, kur na diznin pragjet, kur na shfarosnin emrin. Ne nuk sulmuam, ne unë ngritëm kur heshtja ishte vdekje, kur durimi ishte varë, kur mbijetesa kërkon të pushk e guxim. UÇK-ja nuk u krijua për gjak, por për të ndalur gjakun. Nuk lindi nga urrejtja, por nga padrejtësia shekullore. Historia nuk shkruhet me aktakuza të rreme, as me gjykata selektive e politike. Aja është shkruar me trupat e dëshmorëve, me lotet e nënave, me varret që ende flasin. Mund të ngrini gjykata, mund të dënoni çlirimtarët në Hag, por kur nuk do të dënoni luftën çlirimtare, sepse liria e Kosovës nuk erdhi nga tavolinat tuaja, por nga gjaku shqiptar, dhe gjaku nuk gjykohet, ai dëshmon.